çka thu për ata prind që i kanë fëmijë problematike dhe thojnë, valla asun s'po di çfarë më bë mu. Këtu është problemi kryesor, për shkak se i kemi pa dhe unë edhe ti shumë videon të cilat qarkullojnë në rrjetet sociale ku fëmijë ushtrojnë dhunë të bashkëmoshatarët e tyre dhe unë kam pas një rast personal, një prind të cilin e njoh personalisht dhe ka pas rastin e tillë dhe i cili tregon se kur shkon me bisedu me prindin e tij për shkak të problemeve, domethënë ai është inqizu, është dalë në TikTok video dhe prindi thjesht thotë që nuk po kam asun çka më bë, s'di çka më bë me to, edhe me kaq përfundon përgjegjësia e tij, gjë që është shumë gabim. Ne ndoshta duhet t'i qasemi një herë se si të krijojmë familje nga starti, nëse kemi kohë të elaborojmë pak sa i përket kësaj çështje. Gjithmonë si çifti i ri, kur ne planifikojmë familje, duhet me pas parasysh edhe disa gjëra. Duhet me pas aspektin emocional, duhet me pas aspektin fatkeqësisht edhe financiar, mirë që këta prindët tonë s'na kam pyet për këtë dytën më herët, për shkak të kushteve që i kam pas, për shkak se ka ngrit natalitetin dhe në kohët vështira të cilat kemi jetuar, një numër i madh i popullatës së re ka qenë e nevojshme. Mirë, po sot kohrat kanë ndryshuar dhe planifikimi i familjes duhet bëhet. Nuk mundemi ne sot me bë fëmijë dhe me thonë hajti qas më hall që ato luajnë të ditën edhe me kaq përfundon përgjithësia jeme si prind. Në aspektin emocional, pra një çift i ri duhet të ulet të bisedojë me njëri tjetrin, së pari duhet me pas dashni në atë familje, duhet me pas dashni për atë fëmijë i cili vjen në jetë, për shkak se më pas në qoftë se nuk po ka dashni, atëherë po ka edhe probleme, po ka dhunë në familje, nuk ka seriozitet të mirët me të secili ja lën foj njëri tjetrit, përgjithësia ka lënë ndoshta edhe te gjyshërit dhe gjyshet që shpesh thojmë, ok, këta i kanë lavdëruar, gjë që nuk është arsyetim, se nuk mund gjyshe dhe gjyshja i duan një për të mbesat, po nuk i lavdërojnë. Prindi është prapa i cili e ka rolin kryesor në edukimin e tyre, pra dhe në këtë aspekt ne duhet të koncentrohemi në prindërim të mirë. Çka ne kuptojmë me prindërim të mirë? Mi dhon dashni fëmijës, me bashkëbisedu me fëmin, mi dhon përkrahje emocionale dhe ne si prind duhet të adaptohemi me stilin e rritjes së tyre. Në qoftë se është në periudhën e adoleshencës, të jemi pak më të mirë kuptueshëm, të bashkëbisedojmë me ta për problemet e ndryshme, mirë po jo të jemi strikt për shkak se disiplina e tepërt kalon në diktaturë dhe diktatura vetëm sa e prish fëmin edhe më shumë.